Policia e Tiranës deklaron se nuk do të marrë përsipër sigurinë e tubimit të sotëm të opozitës, duke lënë të kuptohet se për çdo akt dhune që mund të shënohet gjatë protestës, përgjegjës do të jenë organizatorët e saj, bazuar në analizën e riskut dhe duke marrë parasysh faktin që në protestën e kaluar ka patur shtetas të maskuar të cilët kanë hedhur bomba molotov dhe lëndë piroteknike duke dëmtuar punonjës policie, si dhe nga informacionet e marra se mund të ketë veprime të dhunshme. Në protestën e sotme, Policia e Tiranës i ka kthyer përgjigje subjektit politik se nuk e merr përsipër zhvillimin e tubimit, njoftoi policia. Edhe Ministria e Brendshme Albana Koçiu konfirmoi të njëjtin qëndrim duke theksuar se policia nuk e aprovon protestën e dhunshme, por nëse ajo zhvillohet, është e detyruar të marrë masa. Patjetër, policia e shtetit është aty për të siguruar rendin edhe për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, e ka detyrë funksionale ta kryejë këtë në çdo rast. Nuk ka dhënë leje për ushtrimin e protestës. Policia nuk jep leje. Po patjetër, ka një kërkesë që i drejtohet policisë shtetit për leje. Vjet dieni raportohet që duhet merrni por leje. Atëherë, nëse është vënë dieni, policia e shtetit i ka kthyer një përgjigje dhe i thotë që nuk merr përsipër për ta kryer për të siguruar protestën. Ministrja u pyet nga News 24 edhe për përdorimin e gazit lotësjellës të skaduar. Kam urdhëruar të kryhet një hetim nga struktura e policisë dhe nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore sa i përket përdorimit ose jo të një bombule gazi të skaduar. Hetimet po vazhdojnë, në përfundim do dalim në një konkluzion. Gjatë protestës së opozitës me datë 10 shkurt nga hedhja e molotovëve, u lënduan disa punonjës policie, ndërsa opozita akuzoi policin për veprime të dhunshme ndaj protestuesve.